Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje si të veproni me ënën e plot në Blitjap, që është në 30 qershor. Do të ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë, si ndikon energjia e Blitjapit tek të gjithë ne, dhe sidomos në shenjën e tokës dhe të ujit. Ndërkohë, si ndikon zona e shtëpisë me numër 10, dhe në numerologji 1+0 i jep 1, sepse e dini që numrat janë nga 0 deri në 9 dhe pastaj përsëriten. Dhe numri 1 tregon që të gjithë ne në këtë jetë jemi udhëheqës të jetës tonë. Dhe duke qenë se zona me numër 10 e karrierës, dhe të gjithë ne do të punojmë, pra karriera, pra të që kemi punën tuaj e tjera, të punojmë për të jetuar, por është koha e afatit kohor. Nuk do të jetojmë duke punuar, por të jemi së bashku, të lidhur, sepse jemi qenie humane të krijuar me mençuri për ta jetuar jetën në tokën pjellore, ku çdo gjë ekziston për ne të gjithë, për te asaj që mendon mendja njerëzore. Mësoni që pjesën e tretë, duke qenë se hënat e plota në çdo hënë dhe që ka temat, por në këtë rast në zonën e karrierës, pra të punës, të asaj se si ju paraqit, pra çfarë si ju një bota ju në këtë, është ju kërkon që të gjithëve që të falni, pra rezultati për të arritur hëna e plot në çdo shenjë, por në këtë rast edhe në punën tuaj dhe në karrierën tuaj, në projektin që ju pra ndjeni me zemrën tuaj, me shpirtin tuaj, kërkon që o gjithçka o asgjë. Dhe në këtë rast ky është rezultati, po që të arrihet në rezultat, ne duhet të falim qoftë gabimet tona, qoftë të tjerëve, sepse kemi qenë në rolin viktim, dhe mjaft të punojmë me impulset e egos, sepse ka qenë një anshme, pra në rolin viktim. Pra ashtu ishte niveli kohor. Nuk do të gjykojmë çfarë ka kaluar. Është jeta jonë. Le të vazhdojmë të ecim përpara. Dhe për të ecur përpara duhet të ecim me rrjedhën e bukurisë së jetës. Universi ecën çdo ditë, ndrejton energjinë. Dhe në këtë rast energjia jetësore në trupin ton është shpirti. Shpirti na do që të gjithëve. Kujtoni njerëz të sëmurë që shkojnë në spital dhe e ndjejnë që kërkojnë të jetojnë, kërkojnë, shpirti e kërkon jetën. Prandaj, jeni të vëmendshëm, jo me duhet se duhet e bën ego, dhe kjo na ka sabotuar, pa e kuptuar njëri tjetrin, sepse ne kemi lidhje, çdo gjë që ndodh, qoftë një debat që bëni, qoftë dhe në marrëdhënie të thjeshtë, për gjërat vogla, është jeni të lënduar. Gjithsesi, pra ne do të falim, dhe jo vetëm falja, por ne do të jemi mirënjohës. Mirënjohja është ndjeshmëria. Sa më shumë ne mirënjohës të jemi, aq më shumë ne ndjehemi të kënaqur. Si mos jemi mirënjohës në këtë tokë, mam, kaq të bukur, kaq pjellore, gjithçka ekziston. Çdo gjë kur dielli lind, perëndon, nëna hën, hyjet, edhe atyre kur dielli nuk e shikoni dhe është koha me re, edhe kur është nxehtë, edhe kur është ftohtë, edhe kur është ngric, çdo gjë ndodh sepse është e krijuar dhe ne nuk kemi pse ankohemi. Pra, por të falenderojmë. E keni vënë re? Është shumë nxehtë. Po çakoje. Është shumë ftohtë. Po çakoje. Ne ankohemi, për çfarë? Por në qoftë se vazhdon kjo thatësirë, edhe s'ka ujë, çfarë do ndodhi? Do të vi uria. Prandaj jeni të vëmendshëm, se duhet të kujdesemi për mjedisin, për kafshët, për në natyrë, për tokën mam, dhe që të kujdesemi, në qoftë se unë nuk kujdesem për veten time, si do të kujdesem? Prandaj është edhe kjo hënë, sepse jemi që të gjithë për të jetuar, dhe për të jetuar ne do të punojmë, ne do të krijojmë, por se çfarë krijojmë, nëse ne krijojmë me mendjen, ne kemi, ku jemi sot? Ju, unë, për të cilin jemi lidhur me shpirtin. Shpirti ka marrë mision, atë mësimet e jetës, dhe të gjithë do t'i marrim mësimet e jetës, se shpirti është përjetshëm.
Çdo gjë që është me para historinë nga errësira në dritë, tani jemi në kohën që do të lëmë errësirën e shekullit tonë, sidomos gjeneraca ime, pra atë që nuk na shërben, nuk do të gjykojmë, ashtu ishte niveli, tani të vazhdojmë të ecim përpara. Pra të ecim përpara, apo jemi gati, apo nuk jemi gati, kudo në çdo aspekt të jetës, në kolektiv, pra në shoqëri, kudo në çdo sistem, apo edhe në veten tonë, ne të vazhdojmë të ecim para, për atë që po krijon çdo individ, të kemi respekt dhe ta vazhdojmë të mësojmë nga gabimet dhe të ecim përpara. Kjo është edhe kjo shenjë, sepse është në bricjap. Hëna e plot në bricjap. Bricjapi shkon në kulmin ku as këmba e njeriut nuk shkel. Pra vetë bricjap me gjithatë, duke qenë se është përballë Gafores, sepse është një veriore, përballë Gafores, bricjapët janë të thjeshtë, janë punëtor, janë të disiplinuar, janë me strukturë, hecin përpara, punëtor. Por është edhe Gaforia që i e rëndësi kujdesit të shtëpisë, familjes, jetës personale, vetes, pra kjo është që kërkohet, pra në bricjap, është përballë Gafores në diell, sepse e dini këta, pra ne kemi lidhje. Ndërkohë është lidhja dhe me planetet, dhe në këtë rast janë dy planete që ndikojnë, që është planeti i Mërkurit, është në Akrep, por përkohësisht në datë 21 ditë para anës do të kthehet. Kthim do të thotë që ecën me ngadalë. Pra ecën me ngadalë, dhe në këtë rast të jini të vëmendshëm që kërkon kjo, pra planeti Mërkurit, që është në tension me kërkon që ju të jini të vëmendshëm në lidhje me komunikimin, në lidhje me emocionet të skaluarës, dhe të jepni vëmendje familjes, shtëpisë, vetes. Pra kjo është do të ndjehet gjatë këtij muaji deri në 23 korrik. Sigurisht korriku, unë kam bërë dhe video, por përsëri të kuptoni që data 22, 23, 24, 25 dhe 26 ka rëndësi, ndoshta vjen rradha për të bërë një video për to, por gjithsesi, edhe nëse nuk e dini, kam bërë video për këtë, pavarësisht se tema ka qenë pra tema e vitit 2025 ka qenë tjetër temë, pra përmbushja jonë, përsëri çdo gjë ka lidhje, sepse ne marrim atë që ishte e mirë për 2025 dhe vazhdojmë 2026, pra ecim përpara, por gjithmonë marrim anët e mira, pa gjykuar edhe ato gabimet, se prej tyre ne mësojmë. Mësoni që është dhe kjo shenjë, pra na tregon Mërkuri, na jep këshill, që është në Gaforin e këtij, që ne të mos rezistojmë nga e kaluara, por të ulemi, pra kthim e ngadalë, pra me qetësi, mos marrim vendime të nxituar, me qëllim që të zgjidhim problemet, sepse le të themi që keni një marrëdhënie që ju doni të rrini me personin, pra doni, atëre fillo, ulu me veten dhe sillu mirë. Por në fillim, mos kërko të ndryshoj tjetri, fillo zgjidhjen me veten. Dhe kjo do të bëjë që ti, jo se do të ndryshosh tjetrin, do të kuptosh nëse marrëdhënia është për ty, apo jo. Kështu është dhe me punën, sepse është karriera. Shikoje, si ndjesh me punën, si je me brenda në kolektiv, e më tesh me kolegët, pra si ndjesh, je vëmendshëm, asgjë nuk ndodh pa shkak. Tani është dhe shenja, para se të filloj shenja e planeti Jupiterit, i cili do të kaloj në 30, që është shëna e plot në Luan, dhe ju e dini që porta e Luanit është në 8 gusht. Gjithsesi, këto 2-3 muaj janë ndjeshmëria juaj lartë, pra ku jeni, që të gjithë jeni unik, në atë që ju keni vlerë, në atë që kërkoni, që është jo vetëm misioni i shpirtit që u solli këtu, por është dhe drejtimi ku ju drejton shpirti juaj. Dhe në këtë rast, ju e dini që tema është, ne jemi që të gjithë udhëheqës, unë e drejtoj jetën time. Pra, kur flas, jo nga ana egoizmit, por nga ajo që e ndjen me shpirt, se prandaj jeni këtu në këto video. Pra, e kuptoni dhe në kolektiv, po bëjnë udhëheqjet, po dalin udhëheqës të rinj, pra po krijojnë atë që kanë vlerë, ndërkohë në lidhje me
që të gjithë ne jemi krijues të krijojmë me të vërtet për bukurinë e jetës dhe për të krijuar në njëri tjetrin, sidomos kur ndjejmë zemrën. Luanët janë për grup, kujdesen për fëmijët, për marrëdhënien romantike, për të krijuar, pra kujdesen për të vazhduar. Në fundit luani përfaqëson udhëhiqet nga dielli, pra që të gjitha janë të lidhura dhe në këtë rast është energjia e zemrës, por kjo është dhe për ne si individ, pra jeni të vëmendshëm, të jeni në fuqinë tuaj, të besoni në veten tuaj dhe ndërkohë të krijoni me shpirt pavarësisht se çfarë ndodh. Pra mos shihni rezultatin, por fillo sillu mirë në punën tënde, nëse do ta vazhdosh, pra ndjen ka dhe mënyrë për të sjellë mirë, sepse asgjë që ndodhin konflikte ose që ndodhin janë sepse kemi qenë të lënduar. Dhe nëse puna nuk ju pëlqen, sigurisht do të besoni në veten tuaj, sepse në këtë univers të bollshëm ka punë sa të duash dhe ku të duash, por nëse rrini me egon, se e zëm, ke një diplomë, ndërkohë që vende pune ka sa dua, sepse pret të kërkosh të hysh atje ku ke mbaruar diplomën, edhe sidomos në Shqipëri ka më shumë diploma se sa punë. Çfarë ndodh? Konkurrencë. Prandaj punë ka ku të don, por bëni atë që është në vlerën tuaj. Ndërkohë është britjapët janë të thjeshtë, pra hëna është përballë gaforës, gaforja është që udhiqet nga nëna hënë. Sigurisht hëna e plot në britjap do të sjelli, pra si thua, në lidhje me emocionet, alarm emocional, dhe para se të filloj të tregoj me energjinë e britjapit që ndikon tek ne, do të përdorni me hënën e plot këto pyetje. Majni shënim dhe çfarë mund të arri për të ndjekur dëshirën e zemrës ku dështimi nuk është opsion. Që do të thotë, ulu, nëse nuk e di se çfarë ose si është puna jote ose karriera ose ajo në lidhje me emocionet tuaj, pyesni zemrën, se zemra ju jep përgjigje. Prandaj bëra këtë pyetje, mbajni shënim. Pyetja e dytë në lidhje me emocionet, çfarë më nxisin të tjerët, kudo që jeni, por në këtë rast në punë, çfarë më nxisin të tjerët dhe çfarë më tregojnë këto shkaktar mua. Pra në punë të nxiti kolegu ose pronari ose çfarë tregon për ty ky shkak, sidomos të tregon. Pra kur lidhesh me shpirtin dhe me veten tënde që shkruan me ditar, janë ato emocione të bllokuar në zorët e barkut që është e kaluar, janë hijet mendore, për të cilën një pjesë e kemi të huazuar, që është mbushur koka, që jemi të ngarkuar, por ndërkohë edhe një pjesë nga eksperjenca e jetës tonë. Në këtë rast, prandaj jeni këtu, hap pas hapi, besoni në veten tuaj, besoni në proces, besoni hap pas hapi, si ndryshojnë stinët, si ndryshojnë fazat e nënësën, ndryshoni dhe ju. Dhe pyetja e tretës, si jam në të vërtet me veten, pra ju jeni me atë që ndjeheni, me vërtetësi, shpirti kërkon vërtetësi. Le të flasim për energjinë. Energjia e britjapit ndikon tek të gjithë, sepse ne kemi lidhje, ne jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin. Mësoni që ndikon më tepër në këtë kohë në lidhje me shenjën e tokës, dhe ju e dini që është demi, është vigjeresha, është britjapi, janë elementi tokës, nëse e ndjeni, janë të bazuar, janë praktik, janë të thjeshtë, janë punëtor, janë të organizuar, janë të disiplinuar, janë me strukturë, janë të qëndrueshëm. Kjo është bukuria jetës, ndërkohë është elementi ujit, janë gaforja, është akrepi, është dhe peshqit, që janë të ndjeshëm, janë me energji të zemrës, janë shpirtëror, janë krijues, janë empat e të tjera. Pra ndikon tek të gjithë. Pyetje që do të bëni me ditar të ulur dhe të jepni përgjigje, edhe nëse nuk vjen në moment zgarravit, po jepi përgjigje sepse shpirti do ja u japi përgjigjen, nëse ju ndiqni shpirtin. Diana ju frymëzon dhe ju jep atë që po jeni ju që do të veproni. Vetëdia 70% shërim, veprimi juaj, pra në këtë rast me ditar, është 30%. Besoni në shpirtin tuaj, se ju do më shumë se askush. Pyetja e parë, a kam qenë obsesiv me punën sa jam ndjerë i pamëshirshëm?
Pra, bëj, e para. Kjo po ju ndihmoj, që si e ndjen veten. E dyta, a kam qenë ambicioz apo obsesiv, jo vetëm me punën, por duke harruar veten time. E treta, a kam qenë i pamëshirshëm, i pandjeshëm dhe shpesh kam shtypur të tjerat, pra ose i ashpër me të tjerët, se mund t'jeni një udhëheqës, edhe në këtë rast, në punën tuaj, drejtues, je i pamëshirshëm. Dhe jo vetëm kjo është në lidhje me punën, me karrierën, sepse zona e energjisë së blicjapit në jetën e përditshme. Prandaj po ju ndihmoj pak me përgjigje që të kuptoni edhe përgjigje, sepse kur unë fillova të përdor ditarin, në fillim unë nuk kisha fjalë. Sigurisht që kisha, por jo sa të shkruaja 5, 6, 7, 8 faqe në ditë. Sinqerisht, në çdo mbrëmje e bëja, duke dëgjuar dhe muzikë shpirtërore dhe shkruaj, sepse kështu kam studiuar edhe dikur. Sa më thoshte babai kur studioja për atë ekonomin, fakultetin ekonomisë, kur ishte sezoni i provimeve, sa atëherë studioja unë gjoja muzikë, por edhe studioja. Dhe mbyllja derën e dhomës, babai i thoshte në stime, se më thoshte nëna, po mëson ajo vajza, po jo, që ajo vetëm dëgjon muzikë. Është një mrekulli, këto i sjell. Unë i mbaja mend, unë kam qenë veçantë, jo se do të mburrem në asnjë mënyrë se kam vuajtur shumë. Kam vuajtur jashtëmase, por t'jeni të sigurt që njerëzit që kanë vuajtur në fëmijëri, sot janë që i shërbejnë bukurisë, mençurisë, vërtetësisë së jetës, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në këtë rast burimit të energjisë, që mund ta quani Zot, univers, krijues, kreator, sepse jemi të lidhur e gjithë ekzistenca. Ndërkohë është pyetja e katërt, a kam lejuar mendjen time të mbizotërohet nga zemra ime? Kujdes, sepse këtu çfarë ndodh? Ka shumë nga ju shpirtëror që tani detyroni të tjerat, dhe kjo kujdese nuk jeni në harmoni, pra nuk janë akoma dy energjit. Pra ndërkohë që je lidhur me shpirtin, i bën veprimet me, pra kjo është pyetja që u bëra, i bëni veprime me mendje. Pra jeni të vëmendshëm ku ndodheni, se nuk do të gjykoni mendje në asnjë mënyrë, ju do të transformoni energjinë, dhe kjo është energjia e ënës plot në bricjap, duke qenë se ka të bëjë me energjinë maskullore, yang në gjuhën e shpirtit. Pra jini të vëmendshëm, se ndoshta dominon mendja, zemra juaj në mendje, jini të vëmendshëm, duhet harmoni. Dhe e fundit, a kam frymëzim me jetën, apo shumë pak, sepse varet që keni bërë një punë të mrekullueshme me shpirtin, dhe në momentin e fundit kujtoni çfarë keni kaluar, ku jeni, dhe në momentin e fundit bini në zonë reatis. Jeni të vëmendshëm, nëse ndodh kjo, do të thotë që ju nuk po ndiqni rrugën e shpirtit. Shpirti jeton me sot. Çfarë je duke bërë sot, do të bëj nesër, për atë që ju keni vlerë, qoftë në punë, në karrierë, apo në projektet tuaja, në lidhje me misionin e shpirtit dhe me drejtimin e jetës tuaj. Si do të vazhdoni përpara. Mesazhi është të kujdeseni për veten tuaj, dhe nuk keni pse të jeni të gjetashëm dhe për gjithçka. Se këte e bën mendja, kontroll jetës, çdo gjë perfekt. Nuk jemi të gjithashëm, nuk jemi perfekt, dhe nuk kemi pse të jemi të gatshëm për çdo qoftë në këtë rast, edhe për pronarin tuaj, apo ku shpirti e ndjen që nuk ke më fuqi. Pra gjithmonë të ngjoni shpirtin tuaj. Kjo është që nuk jemi të gjithashëm dhe nuk jemi për të ditur gjithçka. Pra shko këtu, shko atje, në lidhje dhe me punën dhe me karrierën. Ndërkohë është që të gjeni ekuilibrin midis punës tuaj, pra ku punoni, por edhe jetës, kërkesave të shtëpisë. Sigurisht me energjinë dhe me zonën, që do të filloj me zonën në shtëpisë me numër 10, pra që jemi që të gjithë udhëheqës, sepse është numri 1, dhe numri 1 është ditë, ne do të punojmë, se do të jetojmë, por jo të jetojmë duke punuar. Ky është mesazhi i bricjapit. Të kësaj energjie, të kohës. Tani pse? Sepse bricjapi udhëhiqet nga Saturni. Saturni ka hyrë në këtë vit, dhe bashkë me planetin Neptun, që janë në dash, pra dashi është, jemi ne,
Unë, dashi kërkon të jetë udhëheqës si vetes vetë, dhe jo vetëm si të njohë veten e vet, por dhe si e sheh bota, pra vetja jonë unike, dhe ne jemi që të gjithë, dhe dashi është që ka të bëj shumë me fëmirin tonë të eshme, si dikur fëmi, gjithsesi Britjapi është në këtë shenjë, dhe do të vazhdoj dhe në 2028 për të gjithë ju që jeni në proces, që të arrini në vetbesimin tuaj, të arrini në vlerën tuaj, pra të besoni, dhe kur besoni në vlerën tuaj, në vetbesimin e vetes tuaj, ju jeni në gjendje të krijoni bukurinë, sepse ktheni fuqinë në atë që keni bërë, se ne jemi empat, ne jemi të ndjeshëm, sidomos ju që jeni lidhur me shpirtin. Faleminderit univers, mora mesazhin. Por kujdes sepse çfarë ndodh ka qenë dashuri në nevojë, pra kisha nevojë, ndërsa tani e dini që po ecni me shpirtin. Kjo zona e karrierës, e punës, e projekte që keni nisur ju, kujdes çfarë kërkon kjo hën me pak pika, e para ndoshta rrini të fshehur. Nuk keni pse rrini të fshehur, nëse shpirti juaj ndjen, zgjidhni për veten tuaj. Dhe në këtë rast vazhdoni të lirojeni nga hijet, sepse ato ju bllokon. Pra frika, zemrimi, inati e tjera që keni në brendësi, që ndjeni që diçka nuk shkon. Prandaj nuk keni pse jeni të fshehur për çfarë do lloj që keni arritur, çoftë gjatë procesit, sido që të jeni, të jepni vëmendje vetes tuaj me qëllim që të shkëputemi nga hijet, të transformojmë këto energji, sidomos nga ana mendore, por kur mos gjykoni, mos kritikoni, në fundit ka qenë jeta jonë, puna jonë çfarë kemi zgjedhur, por tani do t'i jepni zgjidhje. Pra, shkoa dhe shpirti, nëse e ndiqni, ja u bën këtë. Për një pjesë nga ju është ju shtyn, sidomos nëse e keni këtë Britjapin në numrin 10 në grafikun tuaj, që të gjithë e dini, ju shtyn ju që të filloni të investoni energjinë tuaj për atë që është misioni dhe drejtimi që e keni në zemër. Pra ju shtyn, ju nuk jeni vetëm, ju ndihmojni, vetëm jeni të qartë çfarë kërkoni në lidhje me punën, me karrierën, se për këtë tempo flas, apo jeni të zënë me projektin tuaj, dhe kjo është ju kërkon me të vërtet që të lidheni nga ana emocionale, pra të liroheni nga ana emocionale për arsye për të rritur anën profesionale. Sa më shumë ne të lirohemi çdo gjë që nuk na shërben në zorët e barkut, çfarë ndodh? Ju do të arrini të gjini intuitën, dhuntin, sepse e kemi që fëmijë si dikur fëmijë. Pra kjo është ju ndihmon, ju shtyn, ndihmojnë, nuk jeni vetëm kur ju vazhdoni procesin e shpirtit. Për një pjesë nga ju, ndoshta ju e ndjeni që keni bërë dhe ndjehet si një punë e bezdisur, se ju po bëni më të mirën gjithçka, çfarë do lloj që ju po ndiqni, dhe po ndjeni si të bezdisur, sepse janë pengesa me qëllim që të arrini në dikën tuaj. Çfarë ndodh? Jeni të vëmend që mos u dorëzoni. Po ja u them, mos u dorëzoni, sepse diçka e re po vjen për ju. Kujdes, shumica e shpirtërove, dhe po ja u jap shënim, kujtoni çfarë keni kaluar në fillim. Dhe tani për çfarë? Vazhdojeni ndiqeni shpirtin, hapasapi, sepse do të zbuloni vlerën tuaj. Pra mos u friksoni për ju që me të vërtet keni bërë, vazhdoni dhe ndjehet si e bezdisur, se i thoni vetes, dhe këtë e bën mendja kur do mbaroj, në asnjë mënyrë. Vazhdoni rrugëtimin e shpirtit, shpirti kërkon rritje, është zhvillim, vetë shërimi është vetëdijësim, dhe çdo ditë është vullneti juaj, pra mos e shihni punën si të bezdisur atë që po bëni, por është vullneti juaj, hapasapi për të përmirësuar jetën, për atë që doni, dhe në këtë rast në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me projektin tuaj. Pyetja që do t'i bëni vetes është që në anën e plot në Britjapi ju thot mos u friksoni, sepse mbas asaj që ju jeni duke vazhduar, po vjen diçka e re, dhe besoni në këtë, është bukuria e jetës, është ajo që do të arrini të bëni atë që ju meritoni, atë që shpirti ju solli këtu, atë që ju shpirti do ju drejtoj. Hapasapi, sepse lumturinë e krijojmë ne. Pyetja që do të bëni, sa jeni të përkushtuar me qëllimin e jetës tuaj? Pra, si e kërkon? Si do ta vazhdosh nga tani dhe në vazhdim jetën tuaj? Kjo zonë, në qoftë se jeni për herë të parë tani që e dëgjoni, pra jeni të lidhur me anën e plot në
Bricjap, do të vi dhe një kohë për ju, që do të vi pas 12 muajsh. Pra ndaj jeni të vëmendshëm në këtë kohë, që ju që jeni, pra mund tjetë ere parë, ju ndihmoni ju që të filloni të veproni, pra të filloni të ndihni shpirtin tuaj, pra të investoni energjinë tuaj, pra të drejtojeni nga shpirti pavarësisht se jeni gati apo nuk jeni gati, pra ju shtyn. Dhe në qoftë se ju jeni për herë të dytë, çfarë ndodh? Ju keni kuptuar tani që po merrni lavdërime. Pse? Sepse pra në herën e parë, çfarë kërkon të bësh? Dhe në këtë rast ju shtyn. Dhe gjatë gjithë vitit ti duke vazhduar, tani e ke arritur, pra për herë të dytë, dhe në këtë rast mund të merrni falënderime. Dhe për një pjesë nga ju është që ndoshta ju vjen momenti që ju thot, Diana, nuk je në rrugën e shpirtit, nuk je në atë sepse duhet bësh atë që ndjen shpirti. Pra projekti juaj, puna juaj nuk është ajo që duhet, sepse ne ndihmojmë. Prandaj jeni ju dhe vetëm ju që do të, si ta di universi se çfarë kërkon në jetë, po të ndihmon, sepse e ndjen energjinë që nëse ke një projekt, një punë që nuk është në drejtimin tënd, kjo të dini që vjen nga vetëdia kozmike, pra është plani intelektual i shpirtit ton të lartë. Pra në këtë rast ne ndihmojmë dhe kjo është që ju do të bëni pyetje tani nëse ndjeni probleme që ajo projekti nuk po ecën si doni ju ai tjera. Janë dy rrugë, ose ju keni pengesa për parë sa jeni të vendosur për ta ndjekur dhe si ndjeni për të, dhe ose tjetra është me të vërtetë që ju shqetëson. Dhe në këtë rast sigurisht që do të ishni një gjë që ju shqetëson. Si mund t'i arrish në pasurinë personale, si mund të arrish në ndjeshmërinë emocionale. Prandaj është që ju do të kuptoni dhe do të bëni këtë pyetje. Si ndiheni në lidhje me karrierën dhe me punën tuaj dhe si kërkoni ta vazhdoni. Pra këto janë që do të ndjeni me anën e plot në Bricjap. Do të lini problemet midis punës, karrierës që jeni të vazhduar dhe problemeve pra në lidhje me jetën familjare. Pra jeni të vëmendshëm, si jeni në këtë rast? Ndoshta jepni rëndësi më tepër punës dhe harroni kërkesat familjare. Ç'kuptim ka jeta? Pra jeni të vëmendshëm në këtë. Tjetër, si jeni nga brenda dhe si ju sheh bota jashtme në lidhje për atë që ju keni vlerë, për atë që dëshironi të krijoni në jetën tuaj. Kjo për arsye, siç u thash, ndërkohë që gaforja kërkon ti kujdeseni për shtëpinë, për veten tuaj, në jetën brenda shtëpisë, në marrëdhënie romantike apo në lidhje me familjen, me jetën e përditshme, po kështu me veten tuaj, por është edhe ajo që në këtë rast, duke qenë se u diqet nga nëna Anë, vetë ju edhe është në diell, ashtu sikurse është edhe Bricjapi përballë, kërkon me të vërtetë që të jeni praktik, të jeni të thjeshtë dhe të zgjidhni nëse puna që bëni është obsesive dhe jeni vetëm në karrierë, çfarë ndodh? Ju lini më njanë familjen tuaj, nuk jeni në ekuilibër me jetën. Pra jep dhe merr. Ndërkohë ky është ligji, aftësia për të marrë dhe për të dhënë në jetë. Dhe kjo është bukuria e jetës. Tjetër, nëse ju jeni në një punë që ju sjell shqetësime, ju nuk jeni të përmbushur me veten tuaj. Pra ju shkoni, po në vetvete ndjeni diçka, pra nuk jeni në ekuilibër. Prandaj kjo ju kërkon që të gjithë dhe ju që nëse do të kaloni që të gjithë, nëse i keni këto gjëra, siç e tregova, do të kaloni. Pra, nëse jeni herën e parë me këtë shenjë, do ta kaloni dhe herën e dytë me qëllim që jeni duke vazhduar zhvillimin tuaj shpirtëror, të misionit dhe drejtimit të jetës. Për një pjesë sigurisht që keni marrë fitim, pra duar trokitje dhe vazhdoni sepse e ndjeni. Dhe për një pjesë ndoshta është e kuptoni që duhet të rrisni aftësitë tuaja, pra nga ana emocionale dhe profesionale, pra që t'jeni që të arrim në ekuilibër. Sigurisht që do të falni, sepse në çdo anë të plot, për të arritur në rezultatin e mrekullueshme, në çdo temë, por dhe në këtë temë në lidhje me karrierën, punën dhe projektet tuaja, ka të bëjmë atë o gjithçka o asgjë.
Në qoftë se puna nuk ju pëlqen, ju nuk mund të krijoni bukurinë e jetës. Prandaj në këtë univers të bollshëm janë dyert të hapura, por mbi të gjitha të zgjidhni atë çfarë ndjen në zemër. Kur mos harroni se në këtë kohë shumë njerëz kanë marrë diplomën, tash kanë bërë shkollën, kanë lënë edhe profesionin, më juridik, më të tash i kanë lënë dhe kanë filluar të ndjekin atë që ndjejnë, qoftë dhe një shitës i akulloreve, po jo akullore me qumshin e lopëve, se qumshi i lopëve lopa është pjellore, lopa lind beb. Pra atë qumshin që jo ta marrim më ta përdorim ne si që një njerëzore, pra në mënyrë egoiste për të përfituar, por t'i japim shans lopës që ta rrisi atë viçin e vogël me gjoksin. Dhe çfarë njerëzit shpirtëror që e ndjejnë dhimbje, lidhjen me kafshët, me shpendët, me gjithçka, me mjedisin, tokën, rrënjët, me pemët, me gjithçka, pemët na japin ajrin e pasur, çfarë ndodh? Njerëzit e kanë lënë diplomën dhe kanë ndjekur atë që ka vlerë. Pra në këtë rast, e ka lënë juridiku, ka pas dhe punë, e ka lënë dhe është duke shitur akulloret në pra me vegan, pra jedini me bimët, pra nga ana me qumshin e bimëve, sepse është me të vërtetë, është dimensioni i parë, jo i gjallë, por në fund të fundit, çdo gjë lulëzon, por është ndryshe me kafshët që sjellin viçin, apo delja, apo tjerat. Dhe kujdese, dhe shumë fetarë, ku bëjnë festën, sidomos të muslimit, se muslimane, të festë muslimane, e terin qingjin. Okej, dikur ishte falenderim, por ne jemi në një kohë tani që ne jemi krijues dhe ne krijojmë që të mbrojmë mjedisin, të mbrojmë kafshët. Prandaj, edhe qofse besoni, edhe Zoti ju ka thënë, sepse besoni në fe, Zoti ju ka thënë që të jemi falenderues për gjithçka që na ka dhënë, por ne të jemi dhe të kujdesshëm, sepse kjo tokë mam do të sjellë akoma gjeneraca me shekuj në lidhje me fëmijët tanë, me nipër e mbesa e merat. Pra kjo është bukuria, e bukurisë së vërtetësisë së jetës, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, mos sabotojmë veten dhe familjen, por edhe të jemi të kujdesshëm për brezat e ardhshëm. Mësoni që do të falim sigurisht veten në punë, në këtë rast në punë, do të jetë falja, do të jetë mirënjohja, falja do të bëhet për sjelljet tona, që mund të jemi sjell jo mirë, por dhe të tjerëve, sepse kemi qenë të lënduar, pavarësisht se na kanë lënduar, ashtu sikurse edhe mirënjohja, sepse na rrit në ndjeshmëri. Sa më shumë mirënjohës të jemi për gjithçka që kemi, aq më e bukur bëhet jeta jon, sepse ndjeshmëria na bën lidhja me zemër për të krijuar me njëri tjetrin. Atë që kam vlerë i jap ke ju, atë që ju keni vlerë i jepni ke të tjerët, dhe kështu ne bashkëpunojmë dhe lidhemi me njëri tjetrin, se jeta është e paparashikueshme. Ju mund të dëgjoni çfarë të doni, është e drejta juaj, besoni ku të doni, por të kuptoni që të besoni në atë si ndjeheni, se dikush mund të thotë, shigjetari, sepse është e ka, shigjetari jam vetë, po i tregoj, shigjetari kërkon paran, shigjetari e kërkon lirin, vërtetësin, por dhe lufton për të, por në qoftë se ti rri në zonë reatije, edhe e dëgjon dhe është e drejta juaj që shigjetarët kanë fat dhe kanë në këtë vit, edhe vazhdim janë me fat, se është planeti Jupiterit që është me fat, por shigjetarit janë dhe luftëtar, janë dhe shërues shpirtëror, janë që kërkojnë vërtetësin, pavarësisht se kemi qenë të lënduar. Tani ndjekim shpirtin dhe në punë, jo Diana për punën që kam bërë në Shqipëri, që po t'isha sot në Shqipëri, do t'isha një shpirtërore që do të drejtoja për bukurinë e jetës, për vërtetësinë e jetës. Unë jam këtu, unë kam bërë punë për të cilën me të vërtetë nuk kanë qenë, sidomos në fillim, nuk ma dhanë atë që unë desha, dhe kam bërë dhe punë që kanë qenë të rrezikshme, por në fund të fundit jetoja edhe isha e lënduar, edhe atë lëndimin që kisha e shpreja me lëndim. Gjithsesi jeta vazhdon dhe tani falenderoj mrekullinë e shpirtit të lartë
që më solli këtu, sepse kjo energji që unë kam kontribuar me jetën time, pavarësisht se u zgjova 57 vjet, sot e kuptoj që po ju jap, po ju ndihmoj në mënyrë falas e shirova vitin falas, thjesht duke marrë informacionin e bukurisë së afatit kor, që çdo shpirtëror, udhëheqës shpirtëror, që ndjen me shpirt, me zemër të hapur, me zemër të lidhur, po jep vërtetësinë e jetës. Dhe një nga këto jam dhe unë jam krenare për këtë. Jam krenare mrekulli, sepse ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Nëse kërkoni të ndiqni, kudo që të ndiqni, besoni në veten tuaj, merrni këtë informacion, por jeni ju që do ta ndjeni në brendësi, prandaj do të falni, sepse ne jemi të lënduar. Do të falim dhe atë që na ka lënduar, me të drejtë pa të drejtë. Do të falim dhe veten, sepse nuk e kemi ditur që pra në mënyrë të viktim, duke marrë dhe duke bërë gjërat nga të parët tanë, se është e lehtë, kemi lënduar njëri tjetrin. Tani është koha që do të lidhemi me veten tonë. Dhe në këtë rast do të hyj në pjesën e tretë. Po para se të hyj në pjesën e tretë, unë do t'ju jap që të përdorni me hënën e plot në bricjap në 30, një ditë para ose në 30, se ka fuqi këtë mantër. Unë kam një punë të përsosur që e bëj me dashurinë e zemrës dhe më sjell kompensim të përsosur. Pra, në qoftë se ju përgjigja, në qoftë se ju bëni punë që e ndjeni me atë që vjen në zemrën tuaj, ju edhe në qoftë se nuk shihni atë që kërkoni me mendje, kujdes, shënim, po që e ndjeni ta bëni hap pas hapi, mos shiko rezultatin, vazhdo hap pas hapi, do t'japi kompensimin, sepse ecë në rrjedhën e universit. Hap pas hapi. Kjo është në qoftë se kërkoni, pra e ndjeni që zemra juaj vjek, edhe doni të vazhdoni, ose jeni tani në lidhje me faljen. Falja ka të bëjë me këtë. Do të falim veten se shërojmë, do të falim të tjerët se lirohemi. Edhe në qoftë se na kanë lënduar pa të drejtë. E gjitha bëhet që të transformojmë jo vetëm energjit nga ana mendore, që quhet energjia maskullore, por edhe energjit që kemi në zorët e barkut, është e kaluara jon, që dhe fëmijëria jon, eksperienca jetës tonë, që do të thotë, do të çlirohemi nga emocionet e skaluarës, është karma e vjetër, është jeta jon, eksperienca jon, që të gjithë jeni unik ku ndodheni. Mësoni, kjo është e përgjithshme dhe çdo anë e plot në çdo shenjë e kërkon. E para që do të arrim, duke qenë se kemi dhe jetë mendore, se ky trup është sistemi nervor, pra kështu punon, kështu jemi krijuar me dy energjitë, energjinë femërore kemi në shpirt, pra ju jeni lidhur me shpirtin, dhe energjia maskullore janë ato që ne i kemi në jetën e parë dhe i kemi vazhduar dhe deri tani. Por do njohim se çfarë kemi kaluar në jetën e parë nëpërmjet shpirtit, duke marrë të mirat dhe duke lënë dhe duke mësuar nga gabimet, pa gjykim, pa kritik, të vazhdojmë të ecim përpara. E para nga ana mendore, në lidhje me punën, se është karriera me punën, dhe kjo është palje e përgjithshme, por sipas temave të çdo shenje. Tani ne kemi arritur në shenjen e në zonën që kemi që të gjithë në grafikun e lindjes, sepse janë 12 hënat dhe për një pjesë dhe 13 hënat, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ndodheni dhe kush është misioni dhe drejtimi jetës tuaj, atëre çfarë ndodh është ju jeni në punë. Në atë punë që je, dhe ose dhe nuk jeni më në atë punë që keni bërë, por që keni patur probleme me kolegë, ose me pronarin, ose me udhëheqësin, ndoshta ju kanë pushuar nga puna, ndoshta nga sjellja juaj ju kanë përzënë, ose dhe debate që mund të jeni në punë e tjera, që të gjithë e dini sipas situatës që jeni. Në këtë rast, çfarë ndodh është ne do të falim për arsye, duke qenë se do të marrësh personin apo ajo ngjarja që ndodhi pse je zën, dhe në këtë rast me personin, me udhëheqësin apo me pronarin, për situatën dhe ngjarjen që ty të solli zemërim, a trishtim, a xhelozi, a frikë e tjera, pa këto emocione. Çfarë do të thotë është, në qoftë se ju do të uleni me ditar,
Nëse e ndjeni që keni pra në këtë rast, dikush ju ka nervozuar, dikush ju ka zemruar e tjerë nga puna, atëre, ju do të kërkoni këti personi, shkruani kush është, 1, 2, 3, sa të keni, në lidhje do të kërkoni këti personi nga ana mendore, sepse je e qetë, je me veten tënde, pra shkruaj, kush ishte sjellja jote, jo e mirë që e bëri atë që të irritoj ty, të zemroj, apo të trishtoj, apo të xhelozoj e të tjera. Pra çfarë ndodhi? Dhe duke e ditur këtë, sepse je me veten tënde, duke e ditur pranoje, që edhe ti nuk je sjell mirë, dhe kjo është vërtet, prandaj jam këtu para jush, sepse i kam kaluar vetë, pra kemi lëndime. Dhe kjo sepse pa e kuptuar, ne nuk dinim ti ndjenim pra shpirtin tonë. Atëherë që ndodh, ju do të thoni me zë të ullët, personi, pasi ta dish që edhe ti je në këtë rast faj, sepse asgjë nuk ndodh pa shkak. Shënim, asgjë nuk ndodh pa shkak. Në qoftë se në një debat ti ndjen lëndim, edhe kur të akuzon pa të drejtë, je lënduar. Prandaj ky është shkaku, që lëndimi të tregon që ai që të nxit është shkaktari, është mësuesi jot, e ke marrë këtë energji, atëre thuaj, unë të fal dhe jep dashuri. Pra jep dashuri, edhe pse është gabim, më të tash, sepse dhe ti nuk ndodhin gjërat pa shkak, kudo në çdo aspekt i jetës, qoftë dhe në marrëdhënie romantike apo me motre vëlla, pa ndodh diçka, ka diçka që është shkaku, është lëndimi jon. Kjo nga ana mendore. Mësoni para se të përdoni këtë mantër që ju ndihmon ju dhe ta përdoni derisa vijena e plot në 29 korrik në ujor. Nëse kërkoni të hecni me drejtimin e shpirtit, unë ju ndihmoj, ju frymëzoj, por jeni ju hap pas hapi që të vazhdoni. Dhe kush është? Unë fal me dashuri, sjelljen time, sjelljen e të tjerëve, me qëllim që të transformoj hijet mendore që të eci përpara. Në lidhje me emocionet, që të gjithë e dini se meditoni, meditimet janë nga forma të ndryshme, një forme mrekullueshme është që ju të uleni me veten tuaj, janë rrënjë të pemës, në shtëpi, kudo, po që t'jeni me veten tuaj, mbasi të uleni të gjeni vend të qetësi, duke marrë frymëmarrjen tuaj, si e dini, apo metoda 4 numërime e merr, 4 e mban, 4 e lëshon, 4 e mban përsëri dhe e bën 3-4 herë, pra 1 minutë, 3-4 herë, është e drejta juaj, si ndjeni mirë, dhe ndërkohë edhe tjetër frymëmarrja me metodën 4-7-8, dhe për këtë keni video, përdoreni 5 minuta në qoftë se nuk keni frymëmarrje, sepse çfarë ndodh, me frymëmarrje normale ne kemi 15% frymë, por me shpirtin pas sapi, në fillim ka pengesa, por pas sapi ju arrini edhe 85% që ju mungon dhe bëjni 100% kur lidheni me harmonizim komplet mendje dhe shpirt, pra që janë në ekuilibër, dhe është kjo është që ne do të arrim ekuilibrin e magjisë pastër të gjithçkaje, kur ju jeni të dëmshëm me veten, me të tjerë përreth edhe me gjithçka. Gjithsesi jeni unik. Çfarë ndodh është që duke marrë frymë, pra do të arrini që të çlironi trupin tuaj, çdo nga koka tek këmbë, muskujt, dhe ta relaksoni, relakso fytyrën, relakso duart, brenda që ku je, si ke këmbët, ndoshta nuk je rehat, lehtëso, dhe se ta kuptoni që jeni relaksuar, kur trupi juaj bëhet i rënd, pra e ka marrë toka, se toka na tërheq, pra nuk jeni më, jeni i lirë në mendje, sepse jeni të çliruar, jeni lidhur me shpirtin. Kjo është relaksimi. Tani në këtë moment që e keni arritur relaksimin, dhe kjo se mos jeni në fillim, kjo nuk harrihet për një herë, praktik, por që hap pas sapi. Pra vazhdojni. Çfarë ndodh? Ju që keni arritur, vini duart në bark, pyeteni shpirtin tuaj, çfarë kërkon t'ju tregoj? Shënim, janë 2 gjëra që do të ndjeni. E para mund t'ju vi diçka nga ana mendore. Tjetra, ju mund të ndjeni sa më shumë të rini në shtëpi sinjale në trupin tuaj, se trupi jep sinjale, e dërgon me mendim, pra aty që ndjen e jep në mendje, të vjen diçka në mendje, mos bëj histori, observo,
dhe do ta tregojnë vazhdim, dhe tjetër do ndjeni kur lidhemi në trupin tuaj, pasapë do ndjeni ngrohtësi, do ndjeni ndoshta ju hapet goja, ndoshta dridhje, ndoshta ndjeshmëri, ndoshta përshpritje, ndoshta pickim në pjesë të trupit, në organet tuaja i të tjera, pra sipas asaj që ju ndjeni. Atere, kur të dilni nga kjo, pra këtu jeni të vëmendje çfarë ndjeni në brendësi të trupit, por dhe çfarë dhe vjen në mendje, observoni. Mbasi ta mbyllni, se nuk do rrini gjithë kohën, a e bëni 10 minuta, 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, a 1 minutë, varet sipas asaj që ju jeni. Rritjes tuaj, atëherë çfarë ndodh? Ju në këtë moment do të dilni nga meditimi dhe do të merrni ditar, pra mbas meditimit, çfarë ndjet në trupin tuaj, dhe ku e ndjet, dhe ndërkohë edhe në mendje, dhe si, që t'ju ndihmoj pak a shumë, jo me gjithçka, se nuk mund të tregoj se mua videot më zjaten. E para, nëse ke zemërim, zemërimi vjen nga mëlçia. Jeni të sigurt për këtë. Dhe kjo tregon, kur vjen zemërim nga mëlçia, ti ke frikë se mos humbësh diçka. Dhe në këtë rast në lidhje me punën, po flas për punën. Dhe çfarë ndodh është që besimi kufizues që e ke në mendje është që ti je pamjaftueshme, pra i e vëmendshme çfarë sjell mendja. Ndoshta ta solli, ti je pamjaftueshme. Tjetër, në qoftë se ke trishtim në atë situatën që ndodhi në punë, pra sipas asaj që të sjell shpirti, do të thotë që ti të mungon dëshira. Pra nuk je në dëshirën tënde, nuk je në atë që me të vërtet shpirti juaj kërkon. Dhe kjo është që të bën trishtim, dhe besimi kufizues është ndjesh që e zvoglon vetën, pra nuk ke fuqi, e zvoglon veten. Dhe në këtë rast i thua vetes, nuk jam e zonja, pra besimi kufizues, nuk jam e zonja. Pra duke mos qenë në fuqinë tënde, kujton se dëshira që ti ke, ose ajo në punë që je, ose çfarë do lloj që ke, pra që i ke në situatën tënde, që duke mos respektuar veten, si do të respektoj tjetri, dhe kjo është që ne lëndojmë njëri tjetrin. Le të themi në zorët e barkut, në punën tuaj, në situatën që ju patët, ndjet xhelozi. Dhe në këtë rast xhelozia të vjen se pronari të përdor ty kudo, bum bum, dhe të tjerët bëjnë, pra i shef që janë më lirë se ty, se cili ka hallet e veta, askush nuk e di, por që të gjithë ne po flasim për veten tonë. Pra në këtë rast erdhi xhelozia. Pranoje që je xheloze. Dhe për çfarë? Pra njihu. Pranoje, jepi dashuri, jepi mirësi të gjithë këtyre emocioneve. Dhe në këtë rast, kur vjen xhelozia, pra të mungon dëshira, sepse ti shikon tek të tjerat. Pra ti shikon veten se pronari po të merr ty, ose ai tjetri, kushdo që të jetë, kolegu e tjera në përkëmbë, dhe me të tjerët sillet mirë. E kështu e shikon ti, por që të gjithë ne kemi probleme. Prandaj, në këtë rast, është se ti shikon vlerën këtë të tjerat. Dhe në çfarë i thua besimi kufizues i mendjes, je pamjaftueshme. E të tjera, pra nuk je e zonja, sepse këto i bën mendja. Nuk keni pse gjykoni, këto janë hije, prandaj ne do të çlirohemi. Mësoni që duke bërë këtë listë me këto persona, pra kush janë, çfarë do bësh tani? Okej. Mbylli prapë syt, edhe buzëqesh me këtë person, kush është? Pronari apo kolegu, kush do që t'jetë, situata, ku je? Buzëqesh, ndjeje se shpirti e bën këtë, edhe tuaj me zë të ulët, të fal, dhe lëre personin apo në situatën ngjarje që të sjellë shpirti, të rrihet si fluck sapuni, dhe kjo të bën që të lirohesh. Mantra që është për të gjithë ne është, edhe në çdo hënë të plot do ta përdorni, dhe do e përdorni çdo muaj. Çfarë ndodh? Ju do t'ju vi në kokë, do e keni aq shumë në kokë sepse përsëritja është që transformoni edhe hijet mendore. Në këtë hënë të bukur të plot, unë fal gjithçka, çdo gjë, çdo përvojë, çdo kujtim të së kaluarës, të së tashmes, unë i fal prerazi. Unë fal veten për gabimet e mia. Universi është dashuri.
universi më ka falur dhe mua. Dashuria më korrigjon jetën, me këtë unë pres rezultat. Faleminderit. Tjetër është mirënjohja. Edhe mirënjohja duhet për arsye sepse sa më shumë mirënjohës të jemi për gjithçka që kemi, dhe për gotën e ujit, dhe për jastikun, dhe për çatin, dhe për fëmijët, dhe për gjithçka, dhe për yjet, qiellin, tokën, nënën, çfarë do lloj që keni, që ndjeni, që kërkoni, që dëshironi, as personi që e doni, silluni mirë, jepeni me shpirt, pavarësisht se çfarë ndodh, bëj më të mirën. Jep më të mirën, mos kërkoj që tjetri do të ndryshoj ty, as në punën tënde, as në karrierën tënde, por si ndjehesh ti, nëse ndjehesh mirë, vazhdo, sillu mirë me kolegët, me të tjerët, nëse nuk ndjehesh mirë, fillo rrugë tjetër. Pra, bëu ndjeshmëri. Ndjeshmëria do të thotë që sa më shumë të ndjeshëm të jemi, ne lidhemi me shpirtin tonë, se këtë ne harruan pa e ditur. Dhe në këtë rast çfarë bën? I thua egos e janë hijet mendore të fiksuara, ne jemi qenie njerëzore. Çfarë kaloi Diana i ka si një film në kokë, por unë nuk i gjykoj, nuk i kritikoj, por mësoj nga ato. Dhe kjo është që unë jap eksperiencën, jo vetëm që vazhdoj jetën time, se mësoj çdo ditë, por jap dhe ju që këto ishin pengesa, ishin errësira tona, dhe duke qenë mirënjohës çdo ditë, faleminderit për gjithçka, lindjen e diellit, perëndimin e diellit, nënën hënë, e shikoni se shikoni çfarë do lloj kohe që të jetë, poshtë në tokën mëm, çfarë do lloj që shikoni, plumbat që atë pemën që thit ajrin, apo e shqipni me gjete, apo gjete sipas tinve, të pranojmë çdo gjë se si ndryshojnë, si ditë nata që është ekuinoksi që janë të barabartë, si solstiset që janë dita e gjatë në këtë kohë dhe nata e gjatë në dimër, ashtu sikurse dhe ekuinokset janë ndryshim. Pra si ndryshojnë stinët, ndryshojnë sepse ne jetojmë në këtë tokë. Pra jemi mirënjohës për gjithçka që ndodh me ne. Dhe në këtë rast i lam për të manifestuar me lehtësi. Dhe çfarë ndodh? Nuk i jep egos vend. Pra nuk e gjykojmë, por e transformojmë. Dhe kjo është të përdorni çdo ditë, edhe në këtë rast në punë, 3 situata të mrekullueshme që ke kaluar në punë, ose kalon çdo ditë qofse je, ose që je duke bërë punën që bën e tjera, 3 persona, 3 pra vende të tjera që jeni, që e ndjeni, çdo gjë në lidhje me faljen, në lidhje me personat, në lidhje me zakonin tuaj, në lidhje me idetë, mendimet e tjera, shkruajini në një letër. Po kështu edhe që i keni falur, po kështu dhe me mirënjohjen, pra 3 vende, 3 gjëra, 3 mendime, 3 persona të tjera që jeni mirënjohës, dhe digjini. Djegja do të thotë që ju do të merrni akoma dhe më shumë, sepse jeta është, ne jetojmë me shpirtin dhe shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe të jemi kënaqur me atë që bëjmë sot, do të na çojë nesër. Dhe kjo është bukuria. Dhe kjo është ne të jemi praktik, ne të jemi të thjeshtë, të bëjmë atë që na kërkon zemra, dhe kjo është e planetit Saturnit në Bricjap dhe në Gafore, që të jemi në harmoni midis asaj që jetojmë gjatë ditës së jetës, se do të punojmë për të jetuar, por të jemi dhe në paqen e brendshme, sepse kjo na bën që të jemi në harmoni, në fuqinë tonë, të sillemi mirë me veten përreth dhe me gjithçka dhe çdo gjë që ekziston në këtë univers të bollshëm. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.